حي على الفلاح. Falenderojmë Allahun e madhruar te bareke ve teala I cili me këtë islam na ka vllazëruar. Pastaj bim salavat dhe selam bi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe mbi shokët e tij besnik e të sinqert. Nuk besoj se ka ndonjë musliman tokë të Zotit I cili sa do pak merr vesh për islam dhe rreth islamit e që nuk e ka të qartë parimin e vllazërisë në islam, se muslimanët janë të gjithë vëllezër, sepse Allahu I madhruar I ka vllazëruar dhe këtë parim u ka obliguar, duke thënë I lartë madhruari innamal mu'minuna ikhwa. Muslimanët janë vëllezër, mbesin vëllezër, dhe si të tillë e takojnë të madhin Allah Azza wa Jall. Ky parim I fort dhe I palohatshëm I dinit madhet Allah, parimi vllazërisë në Islam I cili I bashkon krejt muslimanët, të cilët thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, pavarësisht se ku jetojnë, e çfarë gjuhë flasin, e çfarë ngjyre I përkasin. Të gjithë ata musliman të cilët e besojnë pejgamberin Muhammed hak, I besojnë me laqet e Allahut hak, I besojnë librat e Allahut qitapet hak, e besojnë ditën e gjykimit hak, e besojnë kadan dhe kaderin hak, e besojnë xhenetin dhe xhehenemin hak, që të gjithë janë vëllezër mes vete. Zatën ky parim ka ndikuar që muslimanët të jenë unik dhe të pathyeshëm dhe të palohatshëm dhe të pamposhtur në dinin e Allahut dhe në idealet e tyre. Dhe si të tillë dhe vetëm si të tillë kanë arritur të përhapën këtë nuri dhe këtë dritë në katër anë të botës. Arritën të imposhtin edhe perandoritë dhe fuqit më të mëdha të atij zamanit e asaj kohe, ashtu që arriti ky islam ta mposht fal këtij parimi çdo ideologji tjetër e cila munduhet ta sfidojë këtë islam. Zatë ndryshe nuk hecet para dhe po mos ishte ky parim I vllazërisë, ky dini I Allahut do të kishte psuar ndryshime të mëdha dhe vështirë se do të kishte arritur tek ne, ashtu që psoi ndryshime feja e cila apo fe të cilat kanë qenë para islamit, sepse ata dalluan njëri me tjetrin në shumë çështje. E nuk ju shtoj Zoti bereqet dhe nuk ju zgjati shumë, dhe arritën fetë e tyre ku arritën. E ky islam vazhdon edhe më tej të qëndron I tillë I shëndosh, sikurse atë ditë kur ka zbritur fal të madhit Allah te bareke ve teala. Me gjithë faktin se edhe ideologjitë e tjera dhe fetë e tjera dhe përkatësitë e tjera fetare e konsiderojnë vëlla njëri tjetrin, ashtu që të gjithë të krishterët e quajnë vëlla njëri tjetrin, e të gjithë qifutët e quajnë vëlla njëri tjetrin, e të gjithë budistët e quajnë vëlla njëri tjetrin, dhe kështu me radhë sepse njerëzit I bashkon ideologjia. E ne kemi lindur shumica jo në kohën komuniste, e ai komunizëm I bashkoi njerëzit me zvete, duke u apezulluar për kacine tyre kombëtare dhe gjuhësore, e që besa edhe fetare dhe u a imponoj parolën dhe sloganin vllazërim bashkim. Dhe të gjithë muslimanët prej Kinës e deri në Kremlin dhe deri në Tiranë e në Beograd dhe Gjetiu e quanin njëri tjetrin vëlla.
Dhe përderisa ishin të vllazëruar mbas dhe të bashkuar mbas një ideologjie të kotë, antinjerëzore dhe antiqiellore, të bashkuar rreth ideologjisë marksiste leniniste, ata vazhduan të jetojnë si vëllezër njëri me tjetrin, dhe si mbas tyre një gjë e tillë ke shumë normale, e pse mos jetë normale për neve muslimanëve ta quajmë vëlla njëri tjetrin? E çfarë të ketë që ka me quaj turkish shqiptarin vëlla, apo arabish shqiptarin, apo e kundërta? E çka ti thomi ne turqve dhe arabëve për posë vëllezër? Pavarësisht sa janë të mirë apo të këqij, dhe mos të harrojmë se dhe vllaju të cilin ta ka bën nana dhe baba jo gjithmonë qëllon i mirë, dhe jo gjithmonë të pëlqen ai dhe sjelljet dhe virtytet e tij, por ai vazhdon të jetë vllai yt dhe ti identifikohesh me të se i je vllai i tij. Edhe vëllezërit nga dini i madhit Allah, e vllazëria fetare, e cila parimin e saj e ka besimin e shëndosh në Allahun, që u cek më herët është më fortë se sa vllazëria nga gjaku, dhe kjo nuk diskutohet. Por megjithatë, edhe vllazëria në Islam nga një herë përjeton plasaritje, me fjalë tjera mund me qenë vllai të musliman gjunahçar, e mëkatar dhe jo i mirë, por ai prapë është vllai yti dhe nuk guxon ndryshe me konsideruar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, pra në parimin e vllazërisë ka thirrur shumë, dhe thamë se ndryshe ka qenë e pamundur për ta quar përpara fjalën la ilaha illallah, për atë arsye prej fjalëve të arta të tij ka qenë ja ejuhen nas, o ju njerëz, inna rabbakum wahidun, Zoti ju është një, la ilaha illallah, Zoti ju është një, wa inna abakum wahidun, dhe baba juaj është një, ai është Ademi alayhi salam. Ala la fadl li arabiyyin ala ajami, nuk ka përparësi arabin ndaj jo arabit, wala ajamiyun ala arabi, e as jo arabin ndaj arabit, wala li ahmer ala abjad, wala li abjad ala ahmer, e nuk ka përparësi as i bardhi ndaj të kuqit, e as i kuqi ndaj të bardhit, illa bit taqwa, përpos me taqwalluk, përpos me devotshmëri dhe përpos me sinqeritet. Po vëllezër musliman, kështu e kemi trashëguar dhe kështu duhet t'u përcjellim atyre të cilët vinë pas nesh. Ne jemi vëllezër dhe duhet të mbetemi si të tillë deri në ditën e Kiametit. Dhe mos të harrojmë se parimin e vllazërisë në Islam janë munduar ta luftojnë kundërshtarët dhe armiqet e Allahut dhe të muslimanëve, që nga dita e parë që ka zbritur ky Islam derisa dhe kësaj dite, dhe do të vazhdojnë si të tillë ta luftojnë këtë parim sa të mundin dhe sa të kenë energji deri në Kiamet. Andaj kërkohet prej muslimanëve të jenë syqel dhe larg pams, dhe mos të lëshojnë pepran identitetit të tyre apo përballë identitetit të tyre fetar. Janë vijat kuqe, në të cilat nuk ka kompromis dhe as dialog as bisedë fare. Ne të gjithë muslimanët i kemi vëllezër dhe e punë ka përfunduar deri në Kiamet. Pavarësisht a ju pëlqen apo nuk ju pëlqen të tjerëve. E thashë thënë të cilat janë përfolur dhe janë thanë gjatë këtyre ditëve të fundit, rreth vizitës së një burri të madh, ndoshta më të madh në këtë dynja, për sa i përket prisave musliman. Ndoshta prej burrave më të mëdhej, respektivisht prisave më të mëdhej në dynja,
i cili ndanderoj me vizitën e ti dhe na quajti me zemër vëllëzër, e u bo kiameti se na tha vëllëzër. Vëllëzër na ka, dhe vëlla e kem, dhe krejt muslimën t'i kem vëllazën, dhe do të vazhdojmë të ruajmë parimin e vëllazëris deri në kiamet. Por kjo thonje ti se kur se u arin gjalli, plagët dhe varrët, disa pse komunistave dhe ateistave, të cilët sa herë përmend Turqia dhe Perandoria Osmane vjellën gjak dhe vnerë, sepse u rejtën islamin dhe e u rejtën edhe atë që e solli islamin. Por ne nuk kem çka t'i bajmë, edhe Arabët e Mekës e u rejtën pejgamberin dhe u rejtën islamin dhe krejt muslimant, por nuk munden me ndalë. E sa njeriu e ka urrejtur këtë islam dhe vazhdon ta urrej, por nuk munden me ndalë. E Allahu i madhruar ka thonë yuridun li yutfiu nur Allahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nuruhu walau kariha al-kafirun. Dojnë ata në forma të ndryshme prej tyre dhe me gojat e tyre ta shuajnë nurin dhe dritën e Allahut, duke urrejtur këtë islam dhe duke shprehur keqardhje të madhe, pse një lider i madh i një shteti të madh musliman na nderoi dhe na quajti neve vëllëzër. Dhe kjo deklarat e tij jo vetëm pse ngjalli pakënaqësi të madhe në qendrën e slavëve të Serbisë në Beograd atje, por ngjalli pakënaqësi edhe te komuniteti katolik këtu në Kosovë, të cilët i vrajti shumë fjalat të nderuarit se ne jemi vëllëzër dhe se Turqia është Kosovë e Kosova është Turqi. Jemi vëllëzër. Sikur sa i cili e konsideron çdo krishter tjetër në dynja vëlla, bile kur Vatikanet t'i quajtën serbët ortodoks vëllëzër, dhe se nuk do të pranojnë ta njohin Kosovën përderisa është djep i ortodoksëve serb, ata heshten, nuk i pengoj. E natyrisht vllazëria në fe, ne e kuptoj musliman se është parim, por ne heshtëm, ndërsa ata po i pengon se një lider i madh musliman na quajti vëllëzër, e ne jemi vëllëzër. Nuk dom ta politizojmë hutben vëllëzër muslimane as derse të ligjëratat tona, por kemi për obligim të akujtojmë njëri tjetrit se parimin e vëllazërisë duhet ta ruajmë shumë. E vëllaznia mujnë me qenë burrat mirë, e mujnë me qenë burrat këqij, por ata mbeten vëllazër tu. Dhe sa i cili më hën parimin e vëllazërisë mes muslimanëve, në këtë rast mes shqiptarëve, turqëve, arabëve, afrikanëve dhe çdo muslimani tjetër në dynja, i çfarë do përkatësie qoftë, ai ka mohuar ajete kuranore dhe ka mohuar hadithet pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe ka mohuar një parim të fortë të bazë të dinit Allahut. Dhe si i tillë na vje keq, por ai më nuk konsiderohet musliman. Përpos nëse ka bërë një gjatë të tillë pa vetdije, nga ignoranca, mosdia është çështje tjetër, duhet të pendohet te Allahu dhe të bjerë istigfar. E ne kemi bërë obligim ja kujtu njëri tjetrit rrugën e parimin e vllazni llokut. Askush nuk ka thonë, as nuk thot në këtë dynja që me shkel tanin e me nënçmu e tanin, por megjithatë Islami është diçka shumë i madh dhe vllazëria është shumë e madhe. E ne edhe në këtë xhuma, edhe në këtë hutbë dhe çdo xhami thua se ka nacionalitete të ndryshme, por nuk e dallojmë njëri tjetrin, hasha Zoti mos e dhash, sepse të gjithë jena musliman. Pra tendencat, përpjekjet për ta përçarë këtë ummet dhe këtë shoqërinë përmjet këtij parimi se ju nuk i keni vëllëzër turqit dhe arabët dhe të tjerë, kanë qenë dhe janë dhe por i ngjallën her pas her. Por ne duhet të kuptojmë se ato janë tendencioze, pra qëllim këqija.
E duhet ju tregojmë atyre se koha komuniste ka kaluar dhe se një numër i tyre të cilët e kanë zanë kohën komuniste për një kohë të gjatë i kanë quajtur slovenet të serbët dhe të tjerë vëllëzër edhe atë në gjuhën serbe dhe ju ka dogë shprehje e ëmbël me i thanë slovenit e kroatit e rusit e të tjerëve kinezit vëlla bile për një kohë jo të shkurt e kënun shqiptarët e tonë Shqipëri dhe Kangën se në verho gjemat se tungi janë të gatum prej një brumi. Vllazën, ata në konsideruan vllazën me budistat kinez, ndërsa na nuk po bëjka me i thanë vëlla turkut dhe arabit. Ka kaluaj e kohë komuniste. Në andaj tash jemi të lirë dhe duhet me ngrit kryt lartë, krenar, me islam, dhe mos me tremsynin para askujt në këtë dynja. Jemi rab të Allahut, në tokë të Allahut, e kemi dinin e Allahut, jemi në fen islame, në të cilën fe Allahu është i kënaqur me te, fe e cila i bashkon muslimant me zvete, elhamdulillah prej të madhit Allah, i cili na ka bo musliman. Dhe wallahi ky vllaznillak dhe ky parim dhe krejt ky ymet me tanë në të mirat e ti për çdo ditë po vjen duke u forcuar dhe duke u shtuar elhamdulillah prej të madhit Allah. Allahu na forcoft në din ja rabbel alamin. Allahu na ruajt parimin e vllaznillakut mes nesh ja rabbel alamin, e na boft të fortë dhe të paluhatshëm, e na largoft prej zemrave tona e mendjes tonë çdo ves dhe ignorancë e cila mund të na kushtoj me gjunahe, me mkate dhe ndoshta me hidhrim të i madhi Allah. Allahu na ruajt ja rabbel alamin. Pastaj bini istighfar për vetveten tuaj edhe familjet e juve dhe për krejt musliman se prap i kemi vëllëzër. Astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë.